duhet me ndodhë. Inspektorati ka shku me bo inspektimin, edhe nuk e ka po qëtë video, si ka nëshqyr kamerat e sigurisë. Inspektorati ka dalë në vendin e ngjarjes, ka marrë evidencën se çfarë ka ndodhur në kronologji, çysh ka startu problemi, bazë të evidencave që i kanë shpërfaq subjektet e shkollës, dhe ka konstatu që ka veprime, do me thonë që nuk është dashur ashtu si themi të gjithë që janë të papranueshme e tjera, dhe ka rekomandu mandati inspektoratit në fazën e parë të inspektimit jep rekomandime se çfarë duhet veprohet ka shi rastit. Starti ka kërku që të merren masa ndaj mësimdhënësit, sepse kur ka qenë inspektorati nuk ka qenë kjo videoja e drejtorit. Ka kërku trajtim multidisiplinar të rastit. A ka shku apet inspektorat? Nuk e kam unë informatën, sepse videoja ka dalë mbrëmë. Edhe nuk e di nëse ka dalë sot inspektorati. Sidoqoftë, rekomandimet unë i pash janë konform legislacionit të fuqisë, sepse elementi i dhunës së shpërfaqur aty kërkon qasje multidisiplinar. Ka dalë, kjo puna e... Dhe këtë shërbimet duhet me ndodhë. Inspektorati ka shku me bo inspektimin, edhe nuk e ka po qëtë video. Inspektimin e ka bo me njerë kur ka ndodhë rasti... Si ka nëshqyr kamerat e sigurisë. Nuk është, janë të rolet të ndame. Janë rolet të ndame. Me pas qjelën që ka ndodhë para prakesh në koridor, më falni, ato elemente i shikon policia. Jo, nuk është që ashtu, se edhe mediat mujnë me shiku, mundet edhe inspektorati. Nuk është e ndalume inspektorati me lyp video. Inspektorati mundet me marrë kamerat e sigurisë të shkollës. Ka mujtë me marrë. Një moment që është në polici, që është në rast hetimor. Qysh dullëm videot sa mirë, goft hetimor? Pyte një policinë ose prokurorin. Jo, qysh që ka ndalë, sepse ju donim im shef. Na e kena përshtypjen që ju, shkollat, i keni, jo, inspektorati s'ka shku me marrë video.